në diçka tjetër. Do të flasim faktikisht me një qeft kosovar, por që jetojnë dhe veprojnë në Vjenë. Vite më parë, faktikisht u larguan nga Kosova për të vazhduar jetën e tyre në Vjenë. Me mua në lidhje të drejt për drejt kam Shukrie dhe Mario Berisha. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë e thash që vite më parë vendosët që të largoheni nga Kosova për të vazhduar jetën tuaj në Vjenë. Si ishte ky rrugtim edhe ajratën do njëherë, themi kështu në gjuhën tonë popullor që pishman? Është një shumë procedurë gjatë, nuk mëj me thonë as a jam shumë mirë. Na kemi ardhë, une për vetë jam 29 vjetë që jetë në Vjenë. Për mu ka një sakrificë e madhe, normal se gjuha e krejtë rëthanat, qysh ka ndodhe, krejtë për shembull mërzia e çdo sen, normal që fillimi u ka një vështirë, po me kohën e kem kalu edhe tash jam ndoket se kam si shtëpinë tem, po prapë vendlindja është e kam Kosovë, s'po di qysh me përcek më shumë. Po për ty, zotri Mario, kur ishte faktikisht largimi? Kur ndodhi largimi nga Kosova drejt Vjenës? E kujton në momentin kur u largove edhe ato ditët faktikisht ditët e fundit në Kosovë, para se të largohesh edhe të vazhdosh jetën në Vjenë? Dhe si ishte ky rrugtim deri në këto ditë? Po, fort mirë më kujtohet, nuk ka qenë lehtë, do me thonë, na jemi në me thonë në regjimin Serbo-Jugoslav në atë kohë, kur na ka dasht me mu largu, jo me qef, po prej problemeve, prej gjanër, do me problemeve ekonomike, politike, më kujtohet fort mirë. Nuk ka qenë lehtë, po thëmë, na prapë se prapë vendindjen e dim ku jemi, na jemi me mendje të nkuën në Kosovë. Edhe pse ka kalu gati 20 vite. Gati 20 vite? Po. Pra i bie që keni shkuar në Vjenë në vitet e 80-ta? 86, 87, 88 që aty kom dalë për herë të parë në Vjenë. Afër 20 vite. Sa ishte periuda më e gjatë që nuk keni qenë në Kosovë? Deri një vit e gjysë nuk kemi pas shansë me ardhë, do me thonë një kanë kushte qasë vështira, u dash kemi punu, për si çdo mërgjimtar tjetër, do me thonë gjeneratës time, ka punu jo vetëm për vetë vetën, po ka punu në çdo aspekt me ndimu, mos të përmendi se është keq me përmendi, kemi ndimu atje ose atje, po do me thonë i kemi pas disa familje në mbikëqyrje, se u konë gjendja shumë ekonomike, tonë e dinë çfarë gjendje ekonomike të keqe ka qenë Kosova në atë kohë në regjimin Serbo-Jugoslav. Do me thonë, kështu që një vit e gjysë është dashur me punu pa ndërprerje, me mujt mja dalë me majt vetën edhe dikant tjetër. Po, për juve zonja Shukri, është e njëjta historia, po ndryshon? Unë e kom ardhë këtu në Vjenë qershor 1997. Do me thonë, nuk kanë edhe atëherë kërë marrë, unë nuk ka pas dishka gjanat mira në Kosovë, me thonë drejtën, nuk u kanë asë ekonomia që mirë, punë e sene, nuk u kanë, unë e kërë e unë kry shkollën e mesme mjekësin, në të njëtën neve na i kanë marrë shkollën që atëherë Serbia, dhe nësë këna pas faktikisht në atë kohë ku me punu. Normal, mas 6 vite ju marrë këtu, une ju martu e krejt, po ju në kanë do vitet vështira edhe për mu në atë kohë. Po tash për arsye edhe të aty në vit vështira, në 97-ën ku marrë në Vjenë, mu ka dasht edhe mu një vit gati gjysë viti me mësu gjuhën, me ditë gjanat, se edhe këtu ka regula, ka ligje, edhe për ata tani prej atëherët veç jamën e këtu, para luftës unë jë marrë në Vjenë. Para luftës këni ardhë në Vjenë. Por, nuk më përgjigjet faktikisht në pyetjen që bëra në fillim. Jeni bërë ndonjëherë pishman, jeni penduar ndonjëherë pse u larguat nga Kosova?
Jo, s'di që të thamë, është shumë pyetje se edhe në fillim nuk u përgjegja e di, është një pyetje, s'muj me thonë, a jam pishman, a jam janë do gjana... Ka pas do një periud në jetë që e keni vënë në pikpytje pse u largu, ndoshta ma mirë nëse kishim nejtë në Kosovë, ose ndoshta edhe pytjen a të kthejmë ndo një herë për gjithmonë në Kosovë? Unë kisha mujtë mu përgjigjë në këtë pytje. Që përja lopë? Po ta kishum ditë se vjen kaq mirë Kosova jo në bukur, t'ish bon kaq bukur. Te kishum ditë në atë ku, faktikisht, ma mërmendja që kishum duru, kishum qëndru si zdo Kosovar tjetër, zdo shqiptar, kishum dajtë edhe natë, po thëmë, nuk e kemi ditë, e kemi pas punën asisoj, po nëse më pyet direkt, a i kemi ra pishman. S'kemi pas, sigurisht i kemi edhe na ato momentet dhimbshme, me në emocione që ka thonë, ku, pse ko marrë dhe negre, po prapë, thëmë, jam shumë i knaqën, kemi shumë sene në dorë, kemi mundësia ndryshme, vend lindja është për neve, po thëmë, vendi ku në zemër në mungon, kishëm pas qef më këthy, po tash të shofim, fëmija e në rritë, të shofim që ka të ndorë, nuk e di me doni, e keni si opcion që ndo njëherë të kthejni për gjithmonë në Kosovë? Ta shkret është në pytje fëmija, do me thonë edhe fëmija si të lidhën shumë me Kosovën, ma merë mendja, se kanë këtë mendje, nuk ndryshon dishka shumë shpejt. Dalëm pension. Kur delni në pension? Edhe sa vite i bje? Unë nuk e kam shumë, unë e kam dhe një 5 vite. Kam edhe një 2-13. Edhe 2-13, ko gja shumë. Por, i përmendë... Varet që është situata tani në Kosovë. Varet si është situata në Kosovë. Kur jemi tek situata në Kosovë, si e keni parë Kosovën pri momentit kur keni shkuar deri tani, sa ka ndryshuar Kosova si pas jush edhe qka ju merë malin më së shumëti? Qoftë për tani kur jeni në Vjenë, ose qoftë kur vini në Kosovë, ju merë mali për Kosovën e vjetër, do një element të saj? Shumë. Shumë gjana ka ndryshu, për fatë mirë do ka ndryshu për mirë, do senet vjetra paka shumë kanë mbet, po jo edhe shumë. Nduket ma tash ka ndryshu shumë edhe u bo shumë mirë në Kosovë. Është Prishtina sidomos, se unë jam për Prishtinës, por ata nuk muj me thonë që ka ndryshu për shumë për mirë, ka ndryshu. Ka ndryshu shumë për të mirë. Në çfarë aspekti? Diçka që ty të bën përshtypje? Ekonomisht, të ndoket ma shumë, ka tash siguria, vendi sigurt, është gjitha gjanat që mund është mi pa janë ma të mira, s'po di që me thonë edhe vlerësimi do seneve është ma mirë se për para, nuk po di. Ka ndryshu gjanat, momentalisht të kujtohet edhe qka. Zotri Mario, për ju? Shkollat e krejt. Po, nëse e kthej mendjen kur kom dalë, që shë kom lanë Kosovën, edhe tash kur vinë Kosovën, sikur këtë njëherë pupë që ka thonë sikur nata me ditë është ndryshimi madhë. Po ta tregoj një shembull shumë konkret, në kohën e fundit e kom pas një austriak, një mik timin e mora në Kosovë para 2 javë dite. Vetëm e kam një kërkesë. Ju lutem nëse mundeni me pak mbrapa me trup shkaku i pamjes ta kemi më të mirë, sepse nuk ju ashtu ju lutem, nëse mundeni më mbështet. Faleminderit shumë. Du ta tregoj një konkret një shembull e pata një shok një mik timin dhe austriak në Kosovë para 2 javë dite, edhe tash në bazë të literaturës, në bazë të informatave që ka folaj, që ka ndëgjuaj, kur ardhë në Kosovë, ka pa Kosovën, a i metë, po për momentin nuk më i keme folë, thash, qka ki, tha, na e dim, tha, Kosovën këtë për ndryshe. Do me thonë, u befasu pozitivisht, u befasu, nuk më i keme e marrë me mend që Kosova aqë për para ka jetë, s'kemi shku në do të vende, do më gjendi trektare, qendra trektare, a i thoi ki po s'ka ndryshim të ki prej Vjene, prej Austrije. Do me thonë, qaqë mirë është gjendja në Kosovë, tash më ekonomikisht ju e dini atje ma mirë, po sytë tonë e shofin një ndryshim shumë.
sytë ju e shohin një ndryshim shumë të madh. E përmendet shumë më herët edhe fëmijët, varësisht faktikisht e lidhet çështjen mundësinë e kthimit në Kosovë, e lidhet edhe me fëmijët. Ka ndodhur ndonjëherë fëmijët që ta kenë si opsion kthimi në Kosovë, e kanë kërkuar ndonjëherë, apo ata kanë lindur dhe janë rritur atje, ndoshta është pak më vështirë? Muj, me të tregu shembuj, vajzën e kam i mbush 18 vjetë në janar, aja vetëm në Kosovë ka. Djali 25 vjeç, dëshiron ashtu, po profesioni për momentin është ashtu që i këtë në vajza lash në shkollë, veç ma mërmendja se me gjithë qef ishin këty. Janë shumë të lidhur me Kosovë, ju intereson kultura, ju intereson, do me thonë, çdo historia e shqiptarëve, sa që i friguhem, ju të regu shumë sende që ka ndodhë për parë, se nuk është edhe mirë me i bartë ato gjonat e këqia që ka ndodhë neve në regjimin sërb, me i bajtë. Mirë, po prapë se prapë interesohen, lexojnë, vina pysin ka njëherë, ku muj mi ju largu më teme, si largohen për ndryshe, ku s'muj duhet mi ju të regu që shukon realiteti, a janë me të vërtet shumë të lidhur me Kosovë. Po, faktikisht, gjatë këtyre e viteve qëndrimi në Vjenë, që janë kogja vjetë, keni humbur diçka si pasoj e qëndrimit tuaj në Vjenë? Keni humbur diçka në Kosovë, ndonjë moment, ndonjë ngjarje, e diçka që ndoshta dhe ju kanë mbetur peng, pse nuk keni qëlluar në Kosovë në ato momente? Unë pak ma herët e ceka në zemrat tona është një zbrastinë e madhe, do me thonë, sa i përket kulturës, festave, dashnin, knasin me prindet, me dashamir, aja nuk plotësohet. Aja është një, për 20 vite, aty ka met një zbrastinë e madhe, tash po mundohëm nga pakës, po prapë se prapë po thëmë, ka munges, ato për neve, për çdo mërgjimtar, po thëmë, nuk guxoj mu thellu fort në emocione, se me të vërtet vështirë. Zonja Shukrije, për ju? Ashtu, e tha dhe burri, janë ato momentet me familjarë të ngushtë që nuk je kanë të arkohen, na mungojnë, për të vërtet. Unë ju falenderoj shumë që të duhet që ishit pjesë e rreth rrotull, edhe uroj që të vini në Kosovë për të mirë. Falenderit shumë falenderit. Ju përshëndes. Falenderit shumë. Ishim në lidhje të drejt për drejt me Shukrije dhe Mario Berisha, çift të cilët vite më parë u larguan nga Kosova për jetë më të mirë në Vjenë, e të cilët në momentet e caktuara, ashtu siç edhe thanë, kishin pikpyetjet se marrën apo jo vendimin e duhur për të larguar nga Kosova dhe